Në amfiteatrin e shkollës së mesme të mjekësisë Nikola Shtejn, grupi jo formal Rinia e Zëshme realizoi projektin me titull Ata janë ne, i cili dedikohet mbështetjes dhe përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në komunën e Tetovës. Në kuadër të projektit u organizua një panel diskutimi ku trajtuan temat duke përfshirë sfidat kryesore me të cilat përballen fëmijët dhe familjarët e tyre, mungesa e qasjes në shërbime, vështirësi arsimore dhe sociale, shërbimet ekzistuese dhe mangësit, vlerësim i mbështetjes aktuale dhe mungesës së infrastrukturës dhe burimeve, propozime për përmirësimin e mbështetjes dhe përfshirjes, strategji dhe politika për integrim më të mirë. Ky projekt ka për qëllim fëmijët me nevoja të veçanta, ndërgjegjësimin e tyre dhe ndihmën që atyre ju nevojitet, po ne nuk mundemi t'ia ofrojmë dhe prandaj kemi zgjedhur këtë temë të rëndësishme për të folur për ata. Ata janë ne është titulli i projektit dhe është një projekt shumë i rëndësishëm si për ne si për ato, sepse nuk ka mjaftueshëm ndërgjegjësim këtu te ne dhe mungon edhe bisedimet për këtë çështje. Se njerëzive ju vjen turp edhe prindrit i fshehin, po nuk duhet i fsheheni prindër, ju duhet t'i tregoni se nuk është diçka që mundet ta ndalni, po diçka që është prej dikujt tjetër. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe përfaqësues të sektorit për veprimtari publike në kuadër të komunës së Tetovës.